Numri i emigrantëve të cilët hynë në Shqipëri në mënyrë klandestine është ulur ndjeshëm. Nga të dhënat që MCN siguroi nga policia e shtetit, rezulton se për vitin 2024 u ndaluan 1540 emigrantë të paligjshëm, ndërsa në vitin 2023 u kapën 6630 emigrantë, duke shënuar një ulje me 5000 emigrantë më pak. Gjatë vitit 2024 janë kapur 1540 shtetas të huaj, emigrantë të parregull, nga të cilët 1394 shtetas janë kapur për herë të parë dhe 146 shtetas ishin përsëritës. Gjatë vitit 2023 u kapën 6630 emigrantë të parregull, nga të cilët 4781 shtetas janë kapur për herë të parë dhe 1849 ishin përsëritës. Por nga cilat vende vinë kryesisht këta shtetas dhe cilat janë pikat kufitare që shfrytëzojnë për hyrjen në Shqipëri dhe më pas largimin nga shteti ynë. Shtetësitë e emigrantëve të parregullt janë Siria, Pakistani, Egjipti, Afganistani, Nepali, Irani, Bangladeshi dhe Palestina. Shifrat e lartë përmendura janë totali i shtetasve të ndaluar dhe për të cilët janë zbatuar procedurat e largimit vullnetar me urdhër dëbimi ose që kanë kërkuar azil, por të gjithë kanë kaluar në procedurë për zgjedhje. Rrugët që ata zgjedhin për të hyrë në Republikën e Shqipërisë janë rajoni i Korçës, i Konispolit, kryesisht Qafbota dhe në rajonin e Gjirokastrës në zonën e Kakavijës. Për dalje nga territori i Republikës së Shqipërisë, emigrantët shfrytëzojnë kryesisht zonën e Shkodrës, portin e Durrësit dhe rajonin e Kukësit. Të dhënat e Frontex tregojnë gjithashtu se kalimet e paligjshme në kufi toksor të Bashkimit Evropian kanë rënë me 30% gjatë 3 muajve të parë të vitit, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Agjencia Europiane e Kufive njoftoi se rreth 33600 më pak emigrantë kanë hyrë në mënyrë të parregullt në territorin e Bashkimit Evropian në fillim të vitit 2025. Rënja më e madhe prej 64% është regjistruar në rrugët që kalojnë përmes Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, ndërsa kalimet drejt Mbretërisë së Bashkuar kanë rënë me vetëm 4%.